Mirë, ne rikthehemi sërish në studio, pas spoteve publicitare vjojmë të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi tek zhvillimet e politikës, por nga ana tjetër edhe zhvillimet nga drejtësia. Do të flasim për një sër zhvillimesh tepër të rëndësishme të cilat lidhen me disa figura kyçe dhe figura qendrore të politikës në Shqipëri. Kur them të politikës në Shqipëri, nga të dyja kahet politike, qoftë nga Partia Demokratike apo qoftë nga e djatha, apo qoftë edhe nga Partia Socialiste. Do të flasim sa i takon çështjes kryetarit Bashkisë së Tiranës, Erion Velie, për të cilin gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën e sigurisë atë të arrestit me burg. Çfarë ndodh me çështjen e hetimit në ngarkim të zotit Velie dhe apo shkatërrohet karriera e tij politike? Do të ndalemi tek çështja e presidentit Partisë së Lirisë, zotit Meta. Gjykata e posaçme nga ana tjetër ka caktuar datën 20 qershor për zhvillimin e seancës gjyqësore në lidhje me kërkesën e zotit Meta për ndryshim të masës së sigurisë. Do të flasim edhe për çështjen e ish-deputetit Partisë Demokratike, zotit Ervin Saliani, i cili kërkon lirinë me kusht me argumentin se ka ezauruar 2/3 e dënimit. Këto e shumë të tjera do t'i diskutojmë në studio me avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, fillimisht e nisim me një koment të përgjithshëm sa i takon zhvillimeve politike, procesit të rinumërimit të votave në disa prej qarqeve kyçe, aty ku Partia Demokratike ka patur indicjet dhe provat më të shumta, siç mund të jetë qarku i Tiranës, i cili nis rinumërimin, qarku i Fierit, qarku i Elbasanit edhe disa kuti në qarqe të vogla. Në aspektin teknik nuk quhet rinumërim, quhet verifikim. Proces verbalet të numërohen për sa i përket a janë ato që janë vendosur në proces verbal apo jo, po nuk kemi përsëritjen e rinumërimeve të çdo vote një nga një. Ky është një proces teknik, juridik dhe politik që palët politike ka normuar tek kodi zgjedhor dhe KASI ka pranuar ankimin e partive politike të cilët kanë bërë kërkesë për një verifikim të proces verbaleve, por përsëri si ta quajmë rinumërim, si ta quajmë konstatim, verifikim, si ta quajmë çdo lloj gjëje, duhet keni parasysh ju që jemi një vend i cili akoma nuk kemi mësuar jo të bëjmë procese zgjedhore, por se si numërohet vota dhe se si duhet të respektohet ligji zgjedhor dhe penal. Sa ndryshime sjell ky proces i rinumërimit, apo qoftë edhe i verifikimin, qoftë do flasim teknikisht sakt? Teknikisht, në rast se ne do të shikojmë që ka pasur tjetërsim të votës, do të kemi burgje që do hapen, komisionerë që do futen në burg dhe duhet të futen në burg, sepse kanë tjetërsuar votën më të shtrenjtë dhe më të shenjtë që është ajo e votuesve, dhe pastaj do të shikojmë se si vendimarrja juridike që do marrë KASI do të jetë edhe në raport me atë çfarë kërkojnë partitë politike kryesore në vend për të bërë, do të thoja, konstatimin e pavlefshmërisë së kutisë së votimit dhe ose të zgjedhjeve. Kjo mbetet për të parë, sepse vendimarrja nuk është vetëm një vendimarrje juridike, por ajo përputhet edhe me vendimarrje politike. Pra, do të presim edhe pak kohë derisa të përfundojë e gjithë procesi në momentin e dur dhe atëre institucioni që quhet KQZ do të marrë vendimarrjen edhe politike edhe në të njëjtën kohë dhe juridike. Kam dëgjuar shpesh herë që thonë jo, nuk ka pse të lidhet politika, po më fal, ata të cilët kanë votuar kryekomisionerin, antarët e KASit, të rregullatorit, të gjithë këta vinë nga parlamenti, vinë nga partitë politike dhe secili nga antarët aty të atij institucioni janë qartazi politikisht e emëruar dhe kanë shërbyer përpara në partitë respektive dhe janë edhe në pikpamje politike organë dhe pjesë të një vendimarrje politike dhe juridike së bashku. Pra, duhet faktori kohë do ta kemi parasysh në këto momente që kemi të bëjmë me procesin e verifikimit të zgjedhjeve dhe jo një Pra, me pak fjalë, nuk është se nuk pret ndryshime të mëdha nga gjithë ky proces i verifikimit. Nuk e pres sepse do të shikojmë a kanë qenë proces verbal në përputhje me ato çfarë është gjetur në kutinë e votimit, pastaj do ta marrin në shqyrtim KASA dhe do thotë ose institucioni tjetër që e ka për kompetencë do thotë, më fal, përderisa nuk ka përputhje me atë çfarë është shënuar në proces verbal, do të thotë që duhet të shikojmë ku është problemi dhe në rast se do të kemi problemin, atëherë do të zgjidhet nëpërmjet një procesi tjetër që do të jetë rinumërimi nga e para të votave.
që unë nga pikpamja ligjore e shikoj jo të arsyeshëm, për mendimin tim këto zgjedhje është mendim edhe politik edhe juridik në të njëjtën kohë, janë të stisura, janë zgjedhje të manipuluara dhe janë zgjedhje të cilët kanë votuar edhe parcelat e Tufinës dhe Sharrës edhe në vendet e tjera të qarkut të Shqipërisë. Pra do të thotë këto zgjedhje për mendimin tim janë zgjedhje goditëse për zhvillimin e demokracisë në vend, por edhe për të ruajtur balancën institucionale të institucioneve kushtetuese dhe atyre ligjore që do flasim pas për pak. Avokat, ndalemi pak tek disa prej çështjeve të drejtësisë dhe zhvillimeve më të fundit. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e arrestit në burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Ky fundi ndodhet tashmë prej disa muajsh në ambientet e paraburgimit të Durrësit për një sër akuzash të tjera të cilat lidhen me korrupsionin dhe pastrimin e parave apo qoftë edhe me fshehjen e parave. Deri në këtë moment që ne flasim, si i ke parë veprimet e autoriteteve të drejtësisë e rekon çështjes për të cilën akuzohet zoti Veliaj? Çfarë ndodh me këtë të fundit në vijim dhe a e rrezikon karrierën politike Erion Veliaj? Zoti Veliaj për mendimin tim politikisht nga Partia Socialiste është djegur. Juridikisht ka betejë të gjatë politike në jetën e tij juridike, por ajo që unë dua të them është që këtu shikohet qartazi se si drejtësia e reformuar, edhe vetë i krenuar zoti Veliaj, mos ta harrojmë këtë fakt, për një drejtësi të pavarur, u fut atje ku drejtësia e vet dhe Partia Socialiste krenohet për reformën në drejtësi. Është një çështje e brendshme e Partisë Socialiste, por unë tani do të merrem nga aspekti juridik, çfarë do të thotë arrestimi dhe qëndrimi i zotit Veliaj në burg. Për mua është skandaloz. Pse është skandaloz? Në momentin kur caktohet një masë sigurie, caktohet në raport me tre gjëra të shenjta, në të njëjtën kohë duhet të ekzistojnë dhe bashkërënditen me njëra tjetrën. Është prishja e provave, largimi nga vendi dhe arrestimi i Veliajt është skandaloz? Po është skandaloz nga pikpamja procedurale penale. Pra, çfarë do të thotë? Duke arsyetuar këto tre pika të cilët sapo citova, duhet të jenë të bashkërënditura dhe të ekzistojnë që të treja këto. Në rast se mungon njëra nga këto tre pikat, normalisht masa e sigurisë nuk ka vlerë juridike. Pse? Se këtu ne kemi thënë gjithmonë do themi të drejtën dhe e drejta buron tek rasti i zotit të Gëllçi, Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit, se marrin politikanin dhe një qytetar i cili është arrestuar në të njëjtën pothuajse pak a shumë në të njëjtën mënyrë, pra arrestim. Shprehur ka thënë, në rast se nuk ekzistojnë këto tre rreziqe në të njëjtën kohë, masa e sigurimit është e kotë, s'ka vlerë juridike. Gjykata Europiane ka thënë, nuk e kam thënë unë. Dhe rasti i zotit Veliaj është e tillë. Zoti Veliaj, në rast se duan t'i bëjnë një hetim, për mendimin tim duhet të bëjnë këtë hetim. Hetimi është llogaritje të ardhurat të tij, në rast se nuk janë në përputhje me ligjin, sekuestrim. Kjo lloja e marrim dhe bëjmë një arrestim të mundshëm, e fusim në burg dhe vendosim një statistik që ne kemi arrestuar një zyrtar të lartë të pushtetit ekzekutiv, është kot. Se s'kishte vlerë në zgjedhjet, prandaj po them në raport me zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste mori 83 mandate. Në rast se këto arrestime dhe këto veprime që janë bërë nga prokuroria speciale do të kishin efekt ndaj qytetarëve shqiptar, Partia Socialiste nuk do merrte kurrë dhe me vjedhje të ishte 83 mandate. Pra do të thotë, e gjithë kjo situatë që u punua nga Spaku ishte se si të ndihmohet zoti Rama dhe të jetë zoti Rama kaq shumë përpara me ndihmën e zotit Dumani edhe i funksionarëve të lartë të policisë së shtetit. Pra do të thotë që zoti Veliaj për mendimin tim nuk duhet të jetë në masën e sigurisë arrest në burg. Pse nuk duhet të jetë? Sepse zoti Veliaj për mendimin tim, në rast se ka dyshime që ai ka vjedhur edhe ka pastruar para, ti bëhet llogaritja e shpenzimeve të gjitha të ardhurat e tij dhe ti konfiskohen në rast se ato nuk dalin ashtu siç e përcakton ligji.
po ju të më marrësh ti një kryebashkiak, thjesht për të kënaqur audiencën, sepse u arrestu edhe një i cili na ishte e keqja më e madhe në 46 protesta që bëri Partia Demokratike. Tani e lidhim tek Partia Demokratike. Protestuan përpara zotit Veliaj tek bashkia, po. E mori bashkinë Edi Rama. Ku janë protestat? Pse duhet ishte kjo vrudhe madhe që të arrestohet zoti Veliaj dhe në fund fare të kënaqemi dhe mos të bëjmë protesta kundër vazhdimësim të drejtimit të Bashkisë së Tiranës nga Partia Socialiste dhe nga zoti Rama. Pra do të thotë këtu nuk shkon diçka mirë. Prandaj them që masa e sigurisë ndaj çdo individi, jo vetëm zoti Veliaj, por çdo individ të cilët nuk ka të bëjë me një vepër penale që është vrasje, pra kur ka vrarë një person, normalisht nuk do malesh rrugës, mos e cenon, normalisht do të bëjë diçka ai. Por korrupsioni, pastrimi produkteve të veprës penale. Tani kjo është gjë më e tmerrshme. Prokurori e vendos këtë sepse është një ndër veprat penale të cilët nuk parashkruhet. Edhe për të gjitha rastet, për Veliajn, për Metën, për Ahmetajn, për Berishën, ke pastrimin të produkteve të veprës penale, ku ndërkohë këta individ janë me deklarimet e tyre të pasurisë në mënyrë të ligjshme sepse i kanë deklaruar përpara autoritetit tjetër që është me një emër të emërtim të gjatë. Pra do të thotë që e gjithë kjo procedurë që ndiqet nga SPAK-u është një lavazh, një ndim për zotin Rama, që zoti Rama të jetë i fuqishëm edhe në aspektin politik në vend, edhe në aspektin e brendshëm në Partinë Socialiste. Dhe nuk është në asnjë moment dhënies së drejtësisë. Pse? Dhënien e drejtësisë e kemi dhënë si autoritet që e bën gjykata dhe jo prokuroria. Prokuroria mbledh provat dhe provat i dërgojmë në gjykatë dhe gjykata është ajo që shqyrton provat. Masa e sigurisë ndaj zotit Veliaj, për mendimin tim, ka hije dyshimi dhe i shërben 100% Partisë Socialiste dhe zotit Rama, sepse zoti Veliaj, themi të vërtetën, ka qenë një person i cili pretendonte të bënte kryetari Partisë Socialiste. Prandaj, që të arrijmë edhe në përfundimin politik të tij, unë do mendoja, do presim pak kohë, sepse jo se zoti Veliaj ka ndonjë as në mëngë dhe do bëjë diçka, por duhet kemi parasysh që situata politike në vendin ton do të jetë pak anormale pas shtatorit në vazhdim, sepse do të kenë shumë faktorë të tjerë të cilët do të ndërhyjnë edhe në punët të brendshme të Shqipërisë. Mos harrojmë faktin që vendi jon do të ketë edhe lidhjet e veta në aspektin çfarë bëhet në botën e jashtme dhe sidomos në lidhjen e mesme. Pra, në shtatorin në vazhdim, ne nuk do kemi vetëm SPAK-un si institucion të vëmendjes së posaçme, por do kemi edhe gjykatën kushtetuese, e cila do të marrë një rol ajo, pra vëmendje të madhe, për shkak se në rast se zoti Rama do të mbajë pushtet me 83 mandate që ka, normalisht jam i bindur që do vendohen edhe do normohen ligje që kërkojnë patjetër pavlefshmëri ose çfuqizim nga gjykata kushtetuese, edhe loja do të shkojë edhe në gjykatën kushtetuese. Mirë, avokat, ndalemi pak edhe tek fati politik i presidentit Partisë së Lirisë zotit Meta, atë se çfarë është duke ndodhur me çështjen hetimore dhe akuzat që rëndojnë mbi zotin Meta, pati një ndryshim të mbrojtjes të paktën gjatë javëve të fundit. Kam përshtypjen është thjesht çështje procedure apo thjesht çështje interesi mbrojtje. Kjo është çështje tjetër për hir të së vërtetës. E kemi diskutuar shpeshherë çështjen e zotit Meta, po çfarë ndodh me zotin Meta? Do të kemi një ndryshim masë sigurie për zotin Meta apo do të vijojmë të mbetemi në po të njëjtën linjë? Me zotin Meta kemi diçka tjetër. Zotin Meta janë njoftuar për fundimet e hetimeve, pra do thotë në këtë moment që flasim, gjykata do të marrë kërkesën e prokurorit që do kërkohet dërgimi i çështjes në gjykim dhe normalisht të gjitha provat i ka bashkangjitur në kërkesën prokurori. Në momentin ku prokurori përfundon hetimet dhe ti merr statusin të pandeurit, në ato momente ka mbaruar gjithë ose më mirë çdo gjë që i përket masës sigurisë ndaj teje, ku kemi të bëjmë me vepra penale të cilët nuk janë të një interesi të gjerë dhe të rrezikshëm publik, pra në krahasim me vrasjen. Pra, për zotin Meta, në momentin kur është vendosur ajo dhe data 20 qershor që do gjykohet rasti i zëvendësimit të masës, duhet të zëvendësohet masa, për arsye sepse të gjitha provat janë aty dhe nuk ekziston asnjë nga ato 3 pikat që tham
që personi të ketë një rrezikshmëri që të prishi provat, të largohet nga vendi apo të kryejë të njëjtën vepër penale. Pra do të thotë që zoti Meta, në rast se do të kishim një drejtësi të pavarur, të paanshme dhe një gjyqësor i treti, i cili nuk do të ishte ndikuar politikisht, juridikisht dhe nga pikpamja ndërkombëtare, shikoj jurikimin dhe kupton gjithçka, atëre do të kishe zotin Meta në jashtë paraburgimit, se s'ka kuptim më efektet e paraburgimit. Pse e them nuk ka më kuptim? Sepse duhet kemi parasysh diçka. Personi dënohet në vendim të formës prerë në apel derisa do të gjykohet në gjykim të zakonshëm, pra nuk e pranon as vendimarrjen e gjykatës së shkallës parë, nuk do pranoj as vendimarrjen e gjykatës së apelit në rast se dënohet. Po në rast se kemi të bëjmë me pafajësi në shkallë të parë, normalisht organi i akuzës do bëjë ankim, sepse asnjëherë organi i akuzës nuk pranon pafajësinë ndaj teje. Që do të thotë zoti Meta nuk ka rrezikshmëri sepse ai do përdori procedurën e gjykimit të zakonshëm, që do të thotë edhe provat e prokurorisë, po edhe të provat që ai beson që është në favorin e tij, do të shqyrtohen nga i treti që është gjykata dhe jo nga prokuroria. Pra, edhe për zotin Meta, mendimi im është që ai duhet të dali edhe të lirohet dhe të vendoset ndaj tij në mas sigurie, detyrim paraqitje, dhe pse jo revokim masave të sigurimit, sepse ai do të marrë pjesë në gjykim. Do të kemi parasysh edhe diçka. Kur kemi të bëjmë me politikan, duhet të mendojmë mirë që çdo akuzë që bëhet ndaj tyre bëhet edhe politike përtej juridike. Do t'ju jap një rast konkret. Në gjykatën e lartë më përpara u gjykoshin politikanët shqiptar. E dini ju që këta prokurorë që keni sot në SPAK në gjykatën e lartë kur bënin kallëzime ndaj politikanëve shqiptar kërkonin pushime? Po ose pushime ose mos fillime. Pra do të thotë, si ka mundësi plepat 2 tani që janë nga plepat 1 që vinë edhe tani procedojnë këta politikanë, kur ndërkohë në gjykatën e lartë përfaqësonin akuzët edhe thonin mos fillim edhe pushim çështje ndaj politikanëve aktual që sot kanë të regjistruar të pandehur, pra do thotë ka hije dyshimi e gjithë kjo procedurë, që është sepse duhet të kënaqet populli. Pse të kënaqet populli? Nga gjithë kjo masakër ose antireklam i stisur dhe i kanosur nga faktorë të ndryshëm, nuk janë vetëm faktorë të brendshëm, por janë edhe faktorë të jashtëm, normalisht kërkojnë që arrestimi i tyre bën që urrejtja qytetare ndaj korrupsionit dhe nga keq qeverisjes ulet për shkak se u fut Meta në burg, u fut Velia në burg, u futën të gjithë këta në burg. Do t'jap një rast tjetër. Zoti Veliaj është pjesë Partisë Socialiste dhe u arrestua për shkak të korrupsionit ose veprave të tjera penale. S'ka rëndësi vlera e korrupsionit apo pastrimit. Zoti Beci ka qenë i proceduar dhe e mbajtë në sirtare këtë rast të procedimit të tij. Tani lind pyetja, pse duhet organi i akuzës të luaj me këtë formë standardi ndaj zotit Velie dhe zotit Beci, ku të dy këta janë pjesë e Partisë Socialiste? Po pse duhet të luajë të njëjtën gjë edhe me zotin Meta, kur edhe zoti Meta, mos ta harrojmë, është komunist, është socialist, sepse vjen nga radhët e Partisë Socialiste. Pra do thotë, pra partia e vet e sakrifikoi në burg. Që do të thotë, duke marrë në referencë të gjithë këto ngjarje që kanë ndodhur, kjo drejtësi e reformuar nuk mund të pranohet me çdo kusht. Pra, mi fusni në burg që të bëjmë drejtësi. Nuk bëhet drejtësi. Edhe për zotin Meta mendoni po të njëjtën gjë që është një burgosje e iniciuar politikisht. Po kur flisja unë. Po nëse zoti Meta nuk do të ishte në burg gjatë, po flasim duke lidhur këtu edhe me zgjedhjet parlamentare, çfarë do të kishim? Do të kishim diçka ndryshe apo i qoftë edhe një lëvizje sado të vogël? Sepse në momentin që themi arrestim politik për të dëmtuar një proces tjetër. Arrestim politik, pse nuk arrestuan zotin Meta në 2019 ku ishte bërë kallëzimi dhe mbante 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25 edhe 25 e mbajti zotin Meta në hetim. I trembeshin fuqisë së zotit Meta për zgjedhjet parlamentare, se duat ta lidhë së bashku me... Duhet të kuptojmë se si SPAK-u përdoret politikisht për të izoluar të gjithë aspektin opozitar. Na pëlqen zoti Meta, nuk na pëlqen, po ky ishte një fakt konkret. Pra, njerëz duhet ta kuptojnë këtë gjë. Kënaqeni për burgun e tjetrit, po duhet të dini që ai burg është bërë në mënyrë procedurale të gabuar, që do të thotë nesër
kur do të vi fatura, do të vi fatura që do paguajmë gjithë bashkë. Nuk pyet fatura a je i majt apo i djathtë në parti pa parti, a ke bukë në shtëpi apo nuk ke. Të gjithë do paguajnë në rast se Meta merr një pafajësi nga gjykatat e tjera në rast se këto gjykata janë korruptuar dhe të padrejta. Pra do të thotë, e gjithë kjo lojë që bëhet dhe i bëhet popullit shqiptar është që të zgjohet ose më mirë të rizgjohet koha e diktaturës, qetësi, mos fol sepse këtu bëhet nami, kërdia dhe tjerët pasuron edhe ne varfërohemi. Kjo është fakt konkret. Dhe në rasti tjetër është zoti Rama ka kërkuar në Asamblenë e Partisë Socialiste arrestimin dhe në krau tjetër. Zoti Kraja, me sa kam parë, nuk e ka bërë këtë gjë, ndërsa zoti Dumani ka qenë i vrullshëm edhe ka bërë këtë gjë për sa i përket pjesës së arrestimit të zotit Meta dhe në mënyrë jo të drejtë, sepse ka qenë një arrestim i dhunshëm dhe nuk lejohet që të bëhet një arrestim i tillë kur ti je në mes të trafikut dhe s'ka nga të iku personi, po thjesht ti e bën për ego personale. Unë jam i bindur që gjithmonë duhet vendosim edhe faktorin Zot, sepse ka Zot dhe duhet të dinë ata njerëz që shkelin ligjin që pasojat vinë në mënyra shumë të ndryshme për çdo individ të cilët i kanoset ose i bëhet një padrejtësi, sepse padrejtësia nuk vdes, njeriu vdes. Kam 2 minutat e fundit, të cilat dua t'i shfrytëzoj për të marrë analizën tënde se rekon ish deputetit Ervin Saliangi, i cili kërkon lirim me kusht, kjo për shkak se Saliangi pretendon se ka kryer 2/3 e dënimit seanca është shtyrë në mungesë të raportit të vlerësimit të burgut të Fierit. Çfarë ndodh me zotin Saliangi, i cili është në proces përfundimi të dënimit? Çka do të thotë? Ligji përcakton shumë qartë, gjykata thjesht vetëm do bëj anën formale ashtu siç e përcakton ligji dhe ai për mendimin tim duhet të lirohet menjëherë për shkak se e ka kryer dënimin ashtu siç e përcakton ligji dhe përveç kësaj në rast se do të mbahet vetëm në rast se gjyqtarja ka ndonjë frikë politike dhe mund të shkarkohet dhe mund të ndiqet në ana administrative nga organet e drejtësisë së Partisë Socialiste. Unë e them me bindje të plotë që drejtësia kur përfshihet politika përfshihet normalisht dhe presioni brenda të magjistratët. Unë ftoj magjistratët të çdo lloj niveli, ata të cilët kanë respekt të vetja dhe të familja e tyre, të nënshtrojnë kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjeve tona. Në rast se do të respektojnë kushtetutën dhe ligjet sigurisht, do të mbeten aty në karrike dhe nuk do të trazohet ajo ana profesionale të tyre, po në rast se ata bën noter të gjyqësorë dhe të politikës, normalisht ata do të i kanoset një ardhme e tmerrshme, të paimagjinueshme si kjo që ishte me reformën në drejtësi ashtu siç u pa, por e vërteta është që zoti Saliani duhet të lirohet dhe për mendimin tim, tani derisa të flasim në aspektin e themelit, të dënohet një person për një kallëzim kur nuk ka marrë cilësinë e kallëzuesit, sepse ka nxjerrë disa fakte, edhe të dënohet ky person, për mendimin tim ka hije dyshimi për vendimarrjen e gjykatës shkallës parë dhe gjykatës së apelit dhe them me bindje të plotë. Do të them edhe një rast tjetër. Nuk e kanë nxjerrë avokatët e tij, po ta nxjerrin po duan. Një rast tjetër të një magjistrati tjetri, i cili nuk deklaroi që ishte dënuar dikur në aspektin procedurial dhe e fsheu atë, gjykata kushtetuese, pa dalur jashtë Shqipërisë, ka shpallur vendimin e kolegjit penal politik të pavlefshme vendimarrjen për sa i përket falsifikimit të dokumentacionit. Pra do të thotë që gjykata kushtetuese, kur flet dispozita vetë, s'ka pse, pra nga aspekti politik ai u dënu, por nga aspekti juridik, gjykata kushtetuese këtë magjistratin e shpall si të pafajshëm, tha nuk mundet kolegji penal e gjykatës së lartë të normojë ligje për sa i përket falsifikimit të dokumentave. Është një gjë shumë pozitive për sa i përket atyre magjistrat që respektojnë kushtetutën dhe bazohen mbi kushtetutë, prandaj e solla si shembull në magjistratët të cilët bëjnë akte noterizuese, të cilët mendojnë si bëjnë diçka mirë edhe vetes tyre, por do të them edhe një rast tjetër. Magjistratja që mori në shqyrtim ankimin e Enkelejt Alibeajt, pasi e bëri këtë veprim antiligjor, u shkarkua nga partia që e detyroi të mberte një ankim pa qenë palë në proces. Pra do të thotë që përdoren edhe lëshohen, më fal për shprehjen, si një prezervativ në momentin e dur, por ata duhet të reflektojnë që mos bëjnë prezervativ e politikës aktuale.
Faleminderit shumë që ishe sot në Fox Edhe unë News. falenderoj për ftesën. Patjetër që do të kemi zhvillime të tjera në vijim avokat. Do kemi tani gjykime të zakonshme. Normalisht unë mendoj dhe bëj një ftesë dhe një apel të Faksi që studion ta heqim tani nga këtu e ta çojmë nga shtatori në vazhdim me gjykime të zakonshme të Berishës, të Metës edhe të Veliajit përpara dyrëve të Spakut. Pra merrni me qera që tani ambientet jashtë Spakut, gjithashtu edhe në gjykatën kushtetuese kemi mundësi të bëjmë një studio atje, e gjithë vëmendja do jetë atje. Pse? Se është me qëllim. Me këtë po paralajmërojnë që do të kemi zhvillime të mëdha nga drejtësia. Po do të kemi zhvillimet nga drejtësia. Mirë, këtë kërkesë bëja presidentëve të kompanisë, jo mua. Po, mirë, do t'ja bëjmë edhe atyre, por e vërteta është kjo që e gjithë vëmendja do jetë atje sepse pikërisht ndërkombëtarët i Latsak kanë punuar që gjithë vëmendja mos jetë në parlament, në politikën shqiptare, edhe shqiptarët të kuptojnë që politika shqiptare iken vetëm nëpërmjet votës, edhe përmes asaj, dhe jo nëpërmes burgut, sepse burgu favorizon ata që janë brenda në burg, sa ta bën më të fortë, se reflektojnë, ndërsa ata të cilët janë jashtë janë më të dobët pavarësisht çfarë pushteti kanë dhe si e komandojnë. Së ndonjëherë të djeg komandimi i pushtetit. Kënaqësi që je pjesë e jona, avokat. Faleminderit. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.